Java e 9 të sezonit vjeshtor në Ligën e parë të futbollit vendor filloi me ndeshjen Makedonia Gjorgje Petrov Arsimi, e cila përfundoi me fitoren e vendasve 4-1. Në këto 3 pikë, skuadra e Gjorgje Petrovit ngjitet në pozitën e 6, tani me 12 pikë të grumbulluara, ndërsa Arsimi mbetet me kuotën e 8 pikëve. Autor të golave për vendasit ishin Stojlov, Talakov, Guerrero dhe Markovski, ndërsa golin e nderit për Arsimin e shënoi Shefiti. Java e 9 ka vazhduar edhe sot me ndeshjet AP Brera, Bashkimi dhe Shkupi Rabotnički, ndërsa nesër në arenën Todor Proeski në Shkup zhvillohet super derbi mes 2 ekipeve, që aktualisht mbajnë 2 vendet e para në rënditjen e tabelës, Vardari kundër Struga Trimlum, 2 ekipe të cilat deri më tani nuk kanë pësuar humbje. Nga Struga Trimlum njoftojnë se enkas për këtë ndeshje gjatë javës kanë punuar maksimalisht në aspektin teknik, taktik dhe kanë analizuar ekipin e Vardarit. Kjo do të thotë se struganët janë të bindur për të vazhduar rrugëtimin e sukseseve. Ndeshje tjetër që zhvillohet nesër është dueli Shkupi Rabotnički, e cila do të zhvillohet në stadiumin e qytetit në Strug. Ndeshja e fundit e kësaj jave, me çka edhe do të kompletohet java e 8, zhvillohet të hënën në Manastir mes Pelisterit dhe Shkëndis, ku qezinjët tetovar pas kthimit nga Spanja kanë punuar për ndeshjen e radhës të kampionatit vendor për të mbajtur ritmin e sukseseve dhe pozitën në kreun e tabelës. Të gjitha ndeshjet e Xhiros së 9 fillojnë në ora 15, post takimit në Manastir mes Pelisterit dhe Shkëndis që fillon në ora 18.